Dua të ndalem gjithashtu edhe tek një rast që është diskutuar së fundmi edhe për të përdorur opinionin publik, edhe për të bërë manipulim politik dhe emocional patjetër, rastin e shoqërimit të një të mituri. Faktet janë këto dhe janë lehtësisht të verifikueshme nga të gjithë. Gjatë veprimeve të policisë së shtetit, siç e ka bërë të ditur dhe në deklaratat e saj për media, për parandalimin e sjelljeve të rrezikshme në tubimin e 24 janarit, shërbimet kanë konstatuar një të mitur duke gjuajtur me gur dhe sende të forta në drejtim të punojësve të policisë së shtetit. Për këtë arsye dhe me qëllim të vetëm sigurinë, për të mbrojtur jetën e punojësve të policisë, por dhe vetë të miturin, ai është marrë për verifikime ashtu siç e parashikon ligji. Nga verifikimi rezultoi se bëhet fjalë për një shtetas 14 vjeçar dhe dua ta them qartë dhe pa asnjë ekuivok. I mituri në asnjë moment nuk është trajtuar në mënyrë të palishme apo çnjerëzore. Ai nuk është mbajtur kurrë në ambientet e përbashkëta me persona të rritur, të ndaluar apo të shoqëruar, por ka qëndruar në një ambient të posaçëm dhe të përshtatshëm për të trajtuar me kujdes të plot në përputhje me rregullat, me parimet dhe me standardet e garancisë ligjore për mbrojtjen e të miturve. Menjëherë pas mbërritjes së përfaqësuesit ligjor, i mituri është lënë i lirë.